Me respekt për të gjithë ju të pranishëm në këtë ngjarje kulturore, ku në vazhdimsi mlidhemi për të promovuar vlerat nga krijimtaria jonë e bujshme, që vijnë nga Mërgata, nga trojet shqiptare dhe kudo që ndodhen, apo kudo që krijohen ato. Lidhja e krijuesve shqiptar në Mërgat, në bashkëpunim me shoqatën Nën Tereza, ka mundësuar këtë takim me shkrimtarin Prand Buzhala, një personalitet me volum krijues, me bagazh të tendur sa artistik, po aq me dëshmi për kauzën shqiptare në kohë të liga, një edukator i arsimit, po ashtu i ditëve kur po hapëshin horizontet e dijes me gjenerata që sollën lirinë e demokracinë. Si zakonisht, jemi në bashkëpunim dhe nevhap me të gjitha ngjarjet që respektojnë vlerat humane, që afrojnë komunikim të drejt për drejt me personalitete të cilët ndërtojnë raporte bashkuese, me ata që janë harmonizues dhe krijojnë udhëfim përmes veprave të prekshme, shkencore, humane dhe politike. Që të dy subjektet, duke nisur nga shoqata Nën Tereza që po bën 35 vjet veprimtari humane, me qasjen tërë botën, edhe krijuesi këtu në Zvicër me shkrime, botime, përkthime dhe promovime, e mbajnë frymin artistike dhe kombëtare të integruar në rrjedhjat evropiane e në komunikim me trojet tona shqiptare. Të ndikosh në jetën e të tjerëve me veprën tënde është qasje drejt për drejt në mirësi, që vjen prej karakterit të individit në ndryshimin e masës së gjerë. Është ndër i veçantë për mua si konsul i Republikës Kosovës në Zyri të jem pjesë e kësaj mbrëmje kulturore ku ndërojmë një nga figurat më të shuara të letrave shqipe. Profesor Buzhala është një zë i fuqishëm i mendimit kritik, një krijues me peshë të veçantë kombëtare dhe një shembull i qëndresës intelektuale në kohë të vështira. Me mbi 100 vepra të botuara dhe një jetë të tërë në shërbim të gjuhës, arsimit dhe kulturës sonë, ai është një pasuri kombëtare. E falenderojmë nga zemra për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, edhe gjithashtu e falenderoj lidhjen e krijuesve shqiptar në Mërgat dhe shoqatën Nën Terezë për këtë nismë shumë të çmuar. Nderuar profesor, ju urojmë shumë shëndet dhe ju falenderojmë për gjithçka që keni bërë dhe jepni ende kumbit. Ky shtektim na ka zgjatur dikon 30 vite bashk, dhe ja me luptë që secilin nga ta i njoh personalisht dhe më lidhin shumë gjëra të bukura bashk. Na lidhin edhe shtektimet e poezive, shtektimet e romaneve të ndryshme, po na lidh dhimbja dhe dashuria për Adheun. Kjo është ajo më emocionale dhe më e bukura që i përmbush gjitha këto vepra, duke marrë parasysh edhe punimet e cilat zbukurojnë sallën këtu. Ju falenderoj nga zemra, sidomos lidhjen e shkrimtarëve, të shqiptarëve këtu në Zvicër, që vërtet janë duke ruajtur në mënyrë më të bukur kulturën, jo vetëm kulturën e të shkruarit, po në përgjithësi kulturën dhe lidhjen me Adheun, duke cituar më së shumti atë që është më e mira për ne, identitetin ton dhe ruajtjen e tij. Shpresoj se me njerëz të tillë dhe me gjenerata të reja që duhet të mburren me këta njerëz dhe të mbruhen nga idetë e tyre, vërtet do ta kemi një të ardhmë të mirë, një integrim të dur, po jo një asimilim, asesi. Kjo është ajo që ruan identitetin ton, integrimi dhe jo asimilimi. Falenderoj edhe një herë nga zemra për gjithë punën që bëni dhe shpresoj vërtet që gjeneratat e juaja do i shohin si pishtar të udhës së drejtë. Shkrimtari është inxhinier i mirë i shpirtit njerëzor. Unë mendoj se Prand Buzhala gjatë gjithë kohës, edhe në robëri, edhe në liri, edhe në kohë të vështira, edhe në kohë të mira, me leximin, meditimin, shkrimin, punën, redaktimin, botimin, shpërndarjen, sepse kjo mjeresht e ne në trojet tona i takon krejt autorit, pasi që institucionet nuk ndihmojnë, apo ndoshta më mirë them, nuk kanë ndihmuar atë shumë në këtë drejtim, pra një shkrimtarit dhe Prandit i ka takue krejt kjo barë. Prandaj vërtet, kjo fjala inxhinieri i shpirtit njerëzor duket sikur e përkufizon, sepse Prandi me veprat e tij, për atë sa i njoh dhe atë sa kam arrit me shfletu e lexu diçka, Prandi është ai i cili vërtet
shpalos, studion dhe me një farë mënyre paraqet temat ndryshme të larmishme të historisë të popullit tonë. Prand Bozhala shkruan për ta konkretizuar gjuhën e shpirtit, gjuhën e qenjes si të thellë, për të zgjuar dridhjet e ndjeshmërisë dhe fuqisë së imagjinatës në mënyrë që të akordohet harmonia mes krijuesit dhe lexuesit, pra që të kuptohet shpirti dhe mesazhi që ai përcjell. Kjo formë e shkrimit Prand Bozhala na ofron shpirtënisht harmoni të pajtimit. Në rastin ton, kultura arbërore si shtyllë e qendresis, në thirrje për thellësi në artin e jetës suhen mision që na bën të ndrojmë, të udhtojmë qetë e këndshëm për të na zgjuar drejt pafundësisë, djesat për të nesmen në kënimet ilirishte. Stili i suksesshëm një krijuesi, paradigmë qytet unik ose i dallueshëm që ofron melodinë e letrave, stil që konfirmojnë zhanrat që ai ju qaset. Leximi dhe prozë lidhet që bashkëpunojnë autorët dhe kritikun letrar. Në më shumë vështirësi në këtë rast Prand Bozhala, krijuesi është edhe kritik letrar. Besoj se ai llapjani im Shefqet Ibrahimi nuk friksohet nga shasja e tij për kritiku, që në të njëjtën kohë edhe ky është shkrimtar e poet. Me të njëfshëm. Shkrimtari nuk jep thjesht ilustrimet që i duken me të rëndësishme, ai bën rekomandime për rregullimin mes lexuesit dhe krijuesit. Një formë shpirtërore që mban në përgjithësi Prand Bozhala, duke njohur jo vetëm filozofinë e tij, po edhe mesazhin që ai e jep. Kam pasur fat që të kryj një vepër studimore të disa veprave me poezi dhe tregime të shkurtra, sidomos të atyre që më shumë janë parë nga syri im kritik, dhe sa nuk kanë qenë nga kritika e përgjithshme shqiptare, dhe ato janë libra të mirë me poezi dhe tregime të shkurta, të cilën e kam titulluar Dimensionet e parametrave letrare, e cila është në procedurë votimi. Vepra që kushtohet Prand Bozhalës është me vlerë të madhe dhe i trajton ato që janë të theksueshme artistikisht me metafora e simbole, të cilat i vlerësojnë 410 faqe B4 të formatit të madh. E kam një poezi të veçantë që të ta lexoj sonte dhe do të jeni në mesin e kësaj ore letrare. Dhe njëkohësisht po falenderojmë edhe një herë Prand Bozhalën që ka pasur rastin të jetë midis nesh. Poezia e Prandit, kur shpirti të mbetet në atë e ti endesh në përbot. Dhe ja, ndodh shpirti të mbetet në atë e ti të endesh në përbot, të ndërtosh larg një fole, ta krijosh larg edhe familje tonë të shenjtë. Edhe pas kaq shumë vitesh thua, aty ku banon shpirti, aty është edhe atë. Të mungon ajo këngë për vendin ku jeton, shpirti i mungon trupi, yt i ndarë në dysh dhe këndon, ka atë aty ku ka dritë, shpirti, ka hije trupi e trulle, aty ku ka hije të hijes sate. Përfundon poezia. Përveç kësaj, poezia janë edhe dy sesh ndë realizimet më të bukura të librit. Me një natyrë pak më meditative, është edhe triptik për shpirtin e shqetësuar, të cilat bashkë me poezi tjera, brenda ciklit në fjalë, ka një lidhje më fisnike me shpirtëzimin dhe lumnit. Fjalë me të cilën pakzohet edhe libri si tërësi më e kompletuar. Por fjala lumnaj, në të gjithë fjalorët e gjuhës shqipe që nga Kongresi Drejtshkrimor i gjuhës shqipe i vitit 1972 e këtej ka kuptimin e një rrjedhe lumenjësh, por edhe të një turme njerëzish që kanë dalë si lumen rrugëve. Në këtë tregues mund të futen edhe disa fjalës me ndajtesën aj. Kjo rrjedhë
me uturim, njëkohësisht është edhe prurje e madhe letrare, pra një shumësi kulturore që ka vërshur si lume, e cila në rastin e krijimtarisë së Prand Bozhalës është e begat, sidomos kjo kur poeti e ka nisur etapën e tretë të jetës, që i bie nga data 9 nëntor 2016. E gjermë sot, ky poet, kritik letrar dhe studios, ka përmbushur si askush tjetër fundin e veprave të tij. Proza poetike e Prand Bozhalës zë vend të rëndësishëm në letërsinë bashkëkohore shqiptare. Karakterizohet nga ndjeshmëri e thellë poetike, radhitur thellë në prozë, ku shpaloset gjuma figurative, mendimi filozofik dhe emocionet në temat e identitetit, provojës jetësore dhe marrëdhënieve me botën. Stili i veçantë, ndërthurje, imazhe në prozë, për të derdhura në varg poetike, duke shpërfaqur mendim të ndjeshëm të lartë. Pasuria gjusore, mendimi filozofik, stili i larmishëm, ndjenja emocionale, lirika e kombinuar, mendimi filozofik, koha, jeta, vdekja, të gjitha bashkë, rrëshqasin nga të dyja anët, prozë, poezi, deri aty sa zën vend ndërshej, hullish, mes vargu dhe tregimit. Në veprat e veta, Prand Bozhala eksploron thellësinë e mendimit përmes figurave të përqendruara në provojë jete, ndjeshmëri individuale, mendimit të thellë, intendimit, proporcionet e figura tjera që ngarkojnë jetën e përditshme si paraspesh me ligjit të natyrës. Këtu vend të rëndësishme zë shturja e poezisë rrethim në mënyrë harmonike ku krijon lidhjen ndërmjet mendimit dhe ritmit prozë dhe ndërhyrjes në vargun poetik që spikat veçanërisht poezia në miniaturë. Në duart e tij gjuha nuk është zbukurim, por dhëmbje që kërkon drejtësi. Në mendjen e tij letërsia nuk është streh, por fushbetej ku çdo varg është një goditje në ndërgjegjen e kohës. Në shkrimet e tij nuk ka zbukurime për sy, por fjalë që hapin plagë për të nxjerrë shërim. Në vargjet e tij nuk ka stoli, por gur që zjarri që ndezën kujtesë kombëtare. Ai është kritiku që e çliron poezinë nga maskat, eseisti që ndërton urën ndërmjet mendimit dhe ndjenjes shkrimtari që fjalëve u jep frymëmarrje të gjakut. Në librin e tij, O Am, ai nuk shkroi vetëm poezi. Ai ngriti një përmendore për të pashqiptueshmen. Në romanin Mujsiv fluturonte me qerrët e zjarrt, ai e ktheu legjendën në realitet të përvluar. Pra, këto vepra nuk janë vetëm letërsi, janë testamenti një populli që ka vuajtur, por nuk ka heshtur kurrë. Prand Bozhala, legjenda, miti, tradita dhe historiografia në shtjellim në krijimtarinë e tij. Prand Bozhala, një emër i kudondeshur, gjurmë të jetës, personalitet në mësim të zënies gjeneratash, pedagog me pasthirm disidenti, gazetar sa i kohës, po aq i para dhe pas përditshmërisë, publicist me petkun e një rebelimi të arsyeshëm dhe të nevojshëm jetikisht në shërbim kombëtar, poet i fjalës kumbuese, i zigzakeve të labirinthit qendësor, eseist i goditjeve mes rreshtash, në bashkhaprim, Anton Pashkian, të Anton Pashku i kom gjetë këtu, masa ndaj, edhe të Prand Bozhala, dhe bohemist Mirko Gashjan, me jo pak nuanca Tahir Deskiane, të Tahirin e madh të asaj treve. Për shpëritës i vetvetes në skenën e dramës kombëtare, si frymim teatral, kritik letrar, në diapazonin alfa dhe omega, shijues vlerësimi i artit pamor, në kornizat e kritikës elaboruese, e deri të thjeshtësuesi i kompleksitetit të botës letrare, përmes një vështrimit thukt, apo më saktësisht të tej thukt, që jo rrallë në ngujon në të panjohurat tona të filozofisë tij aq të thellë euriditike, sa që
humbim edhe vetë vetën nga njerë në lexim. Gjera se të i përshëndes të veganin që është konsul i shtetit tonë Kosovës në qërit të Zvicrës, zonin Shqipëria Ramadanit, që është zëvendës ambasadore e Kosovës në Zvicër. Pastaj edhe dy institucione për të cilat e kanë bërë një pritje në tepër papërshkrueshme. Shoqata humanitare pa mirë se Nëna Tereza kryej me gruazatën dhe veprimtar tjerë këtu, dhe misioni katolik shqiptar që i ka mundësuar të kushtet këtu, me zotin Edam Antanuke. Veçanti, gjithë këtë panel këtu, duhet ta falenderoj me përshëndes nga zemra, Vardhesin, Shëfqetin, Muharremin, Pentrojën, Musan dhe Bahimin. E premtova në fillim një libër për Shqipëria Ramadanin, heroj, një rrugës të rivime me pak fjalë. Nga ambasada të Salla Respektin nga janë të shqip. Po në familja Ramadanit të sejtë të vështëri, në vendin për livin. Për misionin katolik shqiptar, kam këto dy libra, ka pa dëshirë të jenë bibliotekën të këtij misioni, një rast për shënjërënimin, është një vepër që nuk komponuar ndoshta 2 dekada, shola sot ma shumë e zhjemtjarë këtu, dhe është libri i parë që botot për shënjërënimin shqip, ma vonë një botu tjerë, ndërkohë që në Evropë. E kam një bibliografi mbi 800 vëllime që i kushton aty. Ndoshta edhe mund t'jene edhe 500 tjerë që në në edhe duke i kom gjetë tipin që kushton. Po, ne burrime që e kemi shënjërënimin, por duhet bëjmë diçka për te. Prandaj, një përpjekje modeste për ta lani borç për te. Duhet një 50 oratorio për fjalët e hershme. Për shoqatën humanitarë bamirëse Nëna Tereze, zotin duhet në Ozalli, që t'jetë bibliotekën e kësaj shoqate, e cila tashma është rimarkant dhe një gjallë. Nuk e di, në gjohë ato, a ka arra s'ka, nuk e di, një profesori imi, Skandaresi. Ashtu, po në lakë në fond, po e që të tërgojnë të qëka më të veçanë. Po më të libër. Profesor, faleminderit që kam. Kisha pas dëshirë të vini këtu. Shihemi mas një gjysmë sheku dhe besa ma shumë se një gjysmë sheku ka që në kemi parë. Kamë në të një libër për ju, por isha pa dëshirë bine një. Do të flasë disa fjallë. Do të flasë. Me që jam shumë nga kohë nga emisionet, do ta them vetëm shkurt.
ishin vitet 70 deri në 72. Fati me qoj në Klim të jap gjuhën angleze. Aty i njoha prindin edhe shumë në zonës të tjerë, por do të them vetëm shkurt, prindin e njoha si një kurreshtar të jashtëzakonshëm, një djalë i heshtur, me ambicie të jashtëzakonshme, kërkues, shikimi kurreshtar i cili premtonte shumë sukses dhe jetën e tij. Më pas, vetëm kam lexuar dhe kam parë ndonjëherë në një emision se librat e tij në dorë nuk më kanë. Kur bora vesh që të vije këtu, me dëshirën më të madhe, po që ata arrit, fatkeqësisht erdha pak me vonesë, kishte filluar tubimin, dhe ndejta atje mbrapa vetëm të ndëgjoj, fjalët që u thanë për të, e vërtetuan edhe kurreshtin në ambicien e tij të atëhershme dhe luna që e kemi. U tha mjaft këtu, unë jam krenar që ka qenë zonësi im, por suksesi i tij nuk është nga jo përpjekja ime apo puna ime që kam bërë. Është nga puna e tij, inteligjenca e tij, për të arritur diçka në jetë dhe ka arritur në majat e letërsisë shqipe. Ju falenderoj. Shumë që të pash, pas kaq vitesh. Po, patjetër.